Sezoni i festave ka ardhur dhe për shumë qytetarë blerja e lodrave është kthyer në një nga aktivitetet kryesore të kësaj periudhe. Kjo kohë e vitit reflektohet drejt për drejt edhe në rritjen e importeve të produkteve të caktuara, ku sigurisht përfshihen lodrat, por edhe produktet piroteknike. Sipas të dhënave statistikore, ky treg shënon një rritje të ndjeshme gjatë muajve nëntor dhe dhjetor. Scanindel ka analizuar të dhënat e Institutit të Statistikave mbi importin e lodrave për muajin nëntor të këtij viti, duke krahasuar ato si në vite ashtu edhe në të njëjtën muaj të viteve të mëparshme. Po çfarë tregojnë konkretisht këto dhëna? Si paraqitet aktualisht tregu i lodrave? Të dhënat e Instat tregojnë se për 11 mujorin e vitit 2025 importi i lodrave arritën në 3.3 miliard lekë dhe vlera më e lartë e tyre u arrit në muajin tetor dhe nëntor. Në terma absolut, sa i përket muajit tetor dhe nëntor, themi se u importuan 442 milion dhe 433 milion lekë lodra respektivisht. Në krahasim me një vit më parë janë blerë më shumë lodra pasi importet në peshë janë rritur, ndërkohë që rezultonti kemi blerë edhe më lirë. Pra arritja e volumit shoqërohet me një ulje të çmimit mesatar për njësi sipas shifrave. Nëse analizojmë të dhënat ndër vite sipas muajve, shohim se tetori i vitit 2025 ka shënuar vlerën më të lartë të lodrave të importuara që nga janari i vitit 2005, viti i fundit për të cilin Instat disponon të dhëna. Volumi i madrave në tetor të këtij viti vlerësohet në 716 ton. Scanindel ka analizuar të dhënat për të kuptuar edhe origjinën e lodrave që tregtohen në vendin tonë. Shifrat tregojnë se Kina mbetet shteti kryesor nga i cili importojmë nëse i referohemi peshës pra volumit. Gjatë vitit aktual, pra vitit 2025, 80% e lodrave që kanë hyrë në vend ishin me origjinë nga Kina. Ndërkohë shifrat tregojnë se 4.8% e këtyre lodrave ishin nga Turqia dhe 4.5% nga Italia. Nga ana tjetër mund të përmendim edhe partnerë si Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar dhe Greqinë. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të Eurostat, Kina ishte furnizuesi më i madh i lodrave në BE me 80% të importit të tyre, shumë përpara Vietnamit me 6% dhe Mbretërisë së Bashkuar me 3%.